Ndoshta kjo video nuk të argëton, por mundet ama të të kursej 2.000 euro në muaj terapi martesore. Informacioni që do të ndaj me ty sot ka fuqin të shpëtoj lidhjen tënde ose martesën tane. Ju e keni dëgjuar shpesh atë thënien që të tjerë duam, të tjerë na duan dhe me të tjerë përfundojmë. Kjo thënie nuk duhet dhe nuk ka pse të jetë profecia jote, nëse arrin të kuptosh një nga konceptet themelore në psikologi, e cila quhet teoria e atashimit. Dhe çfarë është kjo teoria e atashimit? Kam shfletu me 10 libra, artikuj, ore kurse, seminare, video në lidhje me të, e në thelb, teoria e atashimit është shumë e thjeshtë. Ajo studion mënyrën se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin. Qenjet njerëzore pra duhet patjetër të formojnë marrëdhënie për të mbijetuar. Dhe mënyrat se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin janë 4. Atashimi i sigurt, atashimi ankthoz, atashimi shmangës dhe atashimi i çorganizuar. Mënyra e parë pra është atashimi i sigurt, dhe kjo është forma më e shëndetshme e lidhjes. Nëse një prind është i disponueshëm dhe mbështetës për fëmijën, atëherë ai fëmijë krijon lidhje të sigurt. Atashim të sigurt pra, fëmia ndihet i sigurt. Nëse fëmia ka nevoja, ato i plotësohen. Nëse fëmia ka kërkesa, ato i plotësohen. Fëmia ndihet i mbrojtur, dakord? Kështu fëmia mëson se qenjet njerëzore janë, si më thën, të mira, mund të krijosh marrëdhënie me to, mund të bashkëpunosh dhe gjithçka ecën mirë dhe pozitivisht. Por ndonjëherë ndodh që kemi fëmijë të cilët kur kanë nevoja dhe kërkesa, herë u përmbushen dhe herë jo. Fëmia konfuzohet sepse nganjëherë kur jam i uritur, më japin ushqim, por ndonjëherë jo. Nganjëherë babi vjen në shtëpi i qeshur, nganjëherë përplas dyert, e nganjëherë tjetër i ulret mamit. Nganjëherë mami zgjohet në mëngjes e ëmbël, e butë, e me shumë dashuri, nganjëherë zgjohet nevrike, hiperkritike. Pra kemi mospërputhje midis kërkesave dhe plotësimit të tyre, pra një herë plotësohen e disa herë të tjera jo. Dhe kur ekziston kjo mungesë rregullësie, fëmia fillon të ketë frikë. Dhe pse fillon të ketë frikë? Sepse s'dim a mund ta marrim për bazë këtë gjë apo jo, është kaq rastësore. Nuk plotësohet në mënyrë të rregullt pra, dhe duke mos pasur një rregullsi, nuk është për rrjedhoja se sigurt. Dhe atëherë çfarë ndodh? Çfarë vjen si rrjedhojë e kësaj? Ky fëmijë fillon të shtojë sinjalet e ankthit ose të shqetësimit. Për shkak se prindërit janë të shpërqendruar, të zënë me punët e tyre, kanë shumë punë, nëse fëmia nuk fillon të qajë më shumë ose të bëjë shpërthime nervoze, kapriço për të marrë atë që i duhet, atëherë ai do të mbetet pa ato. Kështu pra, kjo mospërfillje rastësore ndaj kërkesave sjell amplifikimin e sinjaleve të shqetësimit dhe gjithashtu ngjall frikën e braktisjes. Sepse po nuk bërtita mjaftueshëm, ti nuk do të vish kurrë të më ndihmosh, prandaj unë duhet ta amplifikoj. Por rrjedhoj, fëmia bëhet shumë i friksuar dhe fillon t'i afrohet prindit në një mënyrë neurotike dhe fillon të kapet fort pas tij për të patur siguri pra. Ky është atashimi ankthoz. Ndërsa tek atashimi shmangës kemi situatën ku fëmia vërtet qanë nevrikoset për t'ju plotësuar dëshirat dhe kërkesat e veta, dhe ajo që merr në kthim nuk është plotësimi i tyre, por dënohet për këto sinjale që po amplifikon, për këto shqetësimet e shtuara. Qepe gojen, mos shoh duke qarë, mbylle. Kjo është një situatë ku fëmia pra në thelb ka frikë nga lidhja. Dhe pse ndodh kjo? Sepse kur qaj përpiqem të amplifikoj sinjalet për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e mia, zakonisht shpërfillem ose dënohem. Nëse përpiqem të lidhem me njerëzit pra, nëse përpiqem të krijoj marrëdhënie, do të ndëshkohem. Shembull, nëse jam një fëmijë dhe u them prindërve të mi që dëgjoni, këtë fundjavë kam një ndeshje futbolli dhe është shumë e rëndësishme, është finalja, ju lutem ejani më mbështesni sepse është shumë e rëndësishme për mua. Prindërit mbështetës do të shkojnë normalisht ta mbështesin fëmijën. Por ndonjëherë ndodh që prindërit e tjerë që nuk e mbështesin fëmijën harrojnë të shkojnë fare, nuk paraqiten atje. Dhe atëherë ajo që ndodh me këtë fëmijë është se ai fillon të kuptojë se të qenit i hapur emocionalisht, lidhja me dikë tjetër është e rrezikshme, sepse kur lidhem, kur hapem, bëhem i pambrojtur dhe kur jam i pambrojtur, lëndohem. Nëse i ekspozoj pra këto brishtësitë e mia, pikat e dobta ku mund të lëndohem, atëherë 100% do të lëndohem. Pra nëse qaj, nëse përpiqem të tregoj që kam nevojë për diçka, shpërfillem ose dënohem. Kështu që në vend që të kërkoj lidhje, ajo që mëson truri është të shmangët nga marrëdhëniet e ngushta. Ky ishte pra atashimi shmangës.
Atashimi që organizuar është një mix i këtyre dyjave bashkë, pra i atashimit ankthioz dhe atashimit shmangës. 50% e popullsisë janë në atashim të sigurt, 25% janë në atashim ankthios, 20% janë në atashim shmangës dhe 5% janë në atashim të çorganizuar. Atashimi i çorganizuar shfaqet zakonisht në raste neglizhence ekstreme ose për shkak të një traume të rëndë. Kështu që nuk do të flasim shumë për atashimin e çorganizuar, sepse varet nga rrethana specifike të individit. Është diçka pra shumë individuale, ndaj është e vështirë që të flasim për të në terma të përgjithshëm. Por ajo që na intereson kryesisht është 95% tjetër i njerëzve. Tani, si sillet një person me atashim ankthios kur është në lidhje me një person tjetër? Personi me lidhje të ankthshme ka frikë. Nëse nuk sillem siç duhet, ti do të largohesh. Dhe për të plotësuar dëshirat dhe kërkesat e mia në një marrëdhënie, unë duhet të amplifikoj sinjalet e mia, duhet të zemërohem më shumë, të bëj lojra, manovra, të krijoj drama, për t'ju tërhequr drejt vetes, për t'ju mbajtur të përfshirë në mua. Pra njerëzit me atashim ankthios përdorin kryesisht strategji tërheqëse apo jo, do të tërheq drejt meje. Çdo sinjal truri e interpreton si rrezik që ky person po largohet, po e humbas këtë person, duhet bëj diçka që ta kthej prap nga vetja ime, përpara se të jetë tepër vonë. Një shembull tipik i kësaj, nëse jam xheloz për shembull se partnerja ime ka një koleg pune dhe unë friksohem se ata dy mund të zhvillojnë një pëlqim me njëri tjetrin bashkë, në vend që t'i them asaj, më shqetëson kjo ideja që mund të afrohesh me atë person, në vend që t'i them këtë pra, unë i them diçka të tillë si mirë atëherë, unë po vazhdoj jetën time se ti ke gjetur me siguri dikë më të mirë se sa unë. Ta mbyllim krejt këtë punë. Kështu pra nga një herë, tipat ankthios sillen në mënyrë paksa histerike, fillojnë të ndjejnë stres, siklet me një herë. Në atashimin e sigurt, frika më e madhe është se mos e dëmtoj ose mos i shkaktoj dhimbje emocionale tjetrit. Ndërsa në atashimin ankthios, frika më e madhe është që të mos e humbas tjetrin. Kështu që më duhet të bëj drama, të provoj gjithë farë mënyrash, ta bëj xheloz për ta mbajtur të përfshirë në mua. Madje edhe akti intim në shtrat mund të përdoret si mënyrë për t'u afruar, sepse pas aktit jemi të përqafuar, pra në çarçaf kemi afërsi fizike. Ai ose ajo nuk po largohet, të paktën për disa orë. Por nëse largohesh më një herë edhe pas kësaj, pastaj. Kjo çon në një gjendje shumë të keqe për personin ankthios. Edhe gjërat këtu bëhen pak delikate sepse te personi ankthios, ajo që ndez alarmin se dikush po largohet, pra ndezësi i alarmit është kur dikush po tenton të largohet, ndërsa tek personi shmangës është krejt e kundërta. Ajo që ndez alarmin te dikush që është me atashim shmangës është kur dikush po afrohet më shumë se sa ç'duhet. Pra ata persona me lidhje shmangëse, në momentin që fillojmë t'u afrohemi emocionalisht dhe tregojmë ndjeshmëri për ta, ata mendojnë: "O Zot, tani jemi në zonë rreziku. Kështu do të lendohemi, po afrohemi shumë me njëri tjetrin. Kur nisim t'u besojmë të tjerëve, pra t'u hapemi njerëzve, të mbështetemi tek ata, t'i duam, ata na dëmtojnë, na shfrytëzojnë, na tallin, na zhgënjejnë dhe kjo na dhem shumë. Atëherë personi shmangës alarmohet jashtëzakonisht shumë nga afrimi i tepërt me të tjerët dhe reagon në një mënyrë duke e shtyrë tjetrin për të rifituar distancën. Lidhja emocionale pra për një person me atashim shmangës është rrezik për të. Prandaj personi shmangës aktivizohet direkt nga kjo afria e tepërt me të tjerët. Në thelb, shmangësit e shohin marrëdhënien si dy persona të veçantë që thjesht bashkëjetojnë. Ne jemi pothuajse si shok dhome, nuk kemi një jetë të përbashkët. Unë kam jetën time, ti ke jetën tënde, dakord? Kjo manifestohet pastaj në forma të ndryshme si vlerësimi i tepërt i pavarësisë. Prandaj ata me lidhje shmangëse i kanë zakonisht në majët e gjuhës ato frazat e tipit që e di si është puna, nuk do ta sakrifikoj unë këtë punë në karrierën time për shkak të kësaj marrëdhënieje. Kur nuk do të lëvizja në një qytet tjetër për dikë. Unë kam jetën time, ti ke jetën tënde, por këtë s'ka nevojë që askush të largohet. Ose nëse dikush ka nevojë të largohet, mund të vazhdoj pa tjetrin, s'ka asnjë problem. Janë pra si dy jetë tërësisht të veçuara. Kjo ndarje e dy individëve, si në konvikt, shfaqet edhe në forma tjera. Për shembull, nuk është e nevojshme që të jetojmë gjithnjë bashkë. Unë kam hapësirën time, ti ke hapësirën tënde, dhe kjo është krejt okay. Mund të takohemi kur të duam. Mund të kemi llogari bankare të veçanta. Po ashtu nuk kemi pse t'i vëmë një emër me se s'bën kësaj lidhjes tonë,
qëndrojmë kështu si jemi, duket si mjegull, por është një mjegull komode. Unë jam rehat, ti je rehat, nuk ka një përzierje të tepër të jetëve tona në një të vetme, apo jo. Dhe kjo është ajo që shfaqet edhe në forma më indirekte. Për shembull, njerëz që janë shumë të përqendruar te puna e tyre, te karriera e tyre, pra nuk e bëjnë sepse vërtet janë të përqendruar aq shumë te karriera. Për shembull, një burrë ose një grua 20 e ca vjeç mund të thotë që shiko, thjesht dua të fokusohem te studimet ose te karriera ime tani në këto momente. Marrëdhëniet nuk janë prioriteti im kryesor. Tani në vetvete nuk ka asgjë të keqe me këtë deklaratë, apo jo, asgjë të keqe që të fokusohesh te karriera. Është normale që në të 20-ta dikush të jetë fokusuar te studimet, por problemi është se 20% e këtyre njerëzve e përdorin këtë arsye për të shmangur lidhjen me të tjerët. Pra duhet ta kuptoni vijën ndarse nëse jeni vërtet të fokusuar te karriera apo po e përdorni si justifikim për të mos u lidhur me dikë. Kur takoj tipa me atashim shmangës, shoh se realisht u duhet ca kohë që të kuptojnë nëse fokusi i tyre te karriera po shfrytëzohet si një mënyrë për të shmangur angazhimin në një marrëdhënie. Ata thonë, e kanë majë gjuhës që të thonë, jam shumë i përkushtuar, plotësisht i dedikuar, kam gjetur një mundësi në anën tjetër të botës, nuk dua ta humbas në asnjë mënyrë. Dhe kur thellohesh dhe i pyet, mirë, po si arriti kjo mundësia deri te këti? Por sepse kam aplikuar, e kam kërkuar me shumë këmbgulje këtë punë. Po prit, po kur po aplikoje kaq agresivisht, me kaq shumë këmbgulje, po mendoje ndërkaq çdo të ndodhte me marrëdhënien tënde nëse fitoje këtë vendin e punës? Dhe përgjigjja e tyre është tipike. Nuk e di, unë jam shumë i fokusuar te karriera. Pra gjithashtu do të thotë se nuk ishe i fokusuar te marrëdhënia, nga frika e lëndimit. Ata e vlerësojnë pavarësinë pra, dhe i mëshojnë akoma më fort shtegut të karrierës, që të bëhemi pavarur, që të mos kemi aq shumë nevojë për qenjet e tjera njerëzore në jetën time, që të mos jemi varur apo e varur prej tyre, sepse nga kjo veç lëndim mund të më vijë. E kupton pra rënjen e shmangësit? Pra njerëzit me lidhje shmangëse e shohin jetën si të ndarë, jo një jetë të përbashkët, por ti je atje, unë jam këto. Dhe tani nëse po e sheh këtë video nga YouTube, përpara se të kalojmë të shohim se si sillet shmangësi dhe anktiozi kur hyn në një lidhje të re me dikë, shtyp butonin subscribe dhe aktivizo njoftimet që të mos humbesh asnjë nga videot e tjera që do të postoj këtu.